pa dron, nuk e ka më fajin pushtetari vlla. E ke fajin ti, sepse ke koncept gabuar, domethënë ti je duke favorizuar sklavëpronarin, ti je duke favorizuar feudalizmin politik. Siç na e kanë bërë peshesh, nuk është se nuk na e kanë bërë peshesh. Në thelb, a kupton, na kanë lënë 5 kokra aty dhe tani na thon, shikoj se ti mirë e ke luftën vlla, po këta i kanë lidhet shumë të forta. Po pra i kanë lidhet e forta se i keni fuqizuar juve. Pra, të bëhet një central bërthamor. Minimumi që të marrësh lajmin se ke kërku vet lajmin se je tërë ditën i zëm punë. Po dëgjove shpendin edhe Azmerin kot, duke bërë zapping, të kapi të neve, nuk të bën ty përshtypje që në zonën tënde, në qytetin tënd po vjen një central bërthamor dhe ti nuk je ndjeni? Se kjo është valla. Pse nuk të bën ty përshtypje? Pastaj, po valla kisha nga ata që thoshin ore shumë mirë ç'pun keni ju që dilni kundër centralit, e kupton? Se din fare. Kujtojnë se do vjedhin në i cop energji atje, e kupton? Po pra po. Pra, ka një pjesë të burrojnë të bëhet centrali, bërthamori duke fjalë e bukur, kështu nukleare, bërthamore dhe thot se çka ka thot energji e zhvillim. Pra nuk e di fare pasojat që mund të vinë për sa i përket ndërtimit të një centrale se. Unë e thash dhe them përsëri, nëse do ishte një gjë shumë e mirë, Italia do i bënte në Itali.